Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i arrestuar në shkurt të 2025-s ka nisur një fushat të kushtueshme lobimi në Shtetet e Bashkuara duke shpenzuar rreth $210.000 vetëm gjatë vitit 2025. Bir në një shkrim thekson se përmes zyrave ligjore Kazovic Benson Torres në New York dhe Mishon Dereja në Londër, Velia i ka dërguar letra dhe emaile te 24 senator dhe kongresmen amerikan. Ka zhvilluar edhe telefonata si dhe ka kërkuar që politikanët dhe organizatat ndërkombëtare të bëhen zëri i tij kundër sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Dokumentet janë publikuar pranë njësisë regjistrimit fara nga zyra e avokatisë së kontaktuar nga Velia i Kazovic. Studio amerikane Kazovic ka depozituar së fundmi në fara aktivitetin e kryer për llogari të Veliajt, i cili përbëhet kryesisht nga letra dhe mesazhe drejtuar politikanëve amerikan dhe kontakteve të tjera ndërkombëtare. Kazovic dhe Mishon Dereja janë dy studiot ligjore të kontaktuara nga Arber Veliaj, vëllai i kryebashkiakut, për të ndërmarrë një fushat të kushtueshme PR-i në mbrojtje të tij. Fushata e lobimit shoqërohet edhe nga artikuj në media ndërkombëtare, përfshir publikime nga faqet Independent Policy Digest në SBA dhe EU Reporter në Bruksel, që ngren dyshime mbi procesin gjyqësor ndaj Veliajt dhe përshkruajnë paraburgimin e tij si të padrejtë. Artikujt shpesh ripublikohen masivisht në mediat shqiptare dhe shërbejnë si pjesë e strategjisë së tij për të ndikuar opinionin publik dhe ndërkombëtar. Dokumentet e dorëzuara pranë faras përshkruajnë gjithashtu akuza të padokumentuara ndaj prokurorit të çështjes Olsdado dhe theksojnë pretendime për një përsekutim të Veliajt pa dhënë asnjë provë konkrete.